Armenia dhe Azerbajxhani kanë finalizuar marrëveshjen për paqe, e cila synon vendosjen e marrëdhënieve formale mes tyre. Ky hap çon drejt dhënies fund të armiqësive mes këtyre dy vendeve që kanë luftuar prej viteve 80 me njëri tjetrin. Ministria e Jashtme e Armenisë konfirmoi këtë të njëjtë, se Jerevani ka pranuar propozimet e Azerbajxhanit mbi dy nenet e mbetura të pakoordinuara të marrëveshjes, duke përmbyllur në mënyrë efektive negociatat rreth tekstit. Ajo ka propozuar konsultime me Azerbajxhanin për datën dhe vendin e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje. Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, deklaroi para gazetarëve se Armenia dhe Azerbajxhani nuk do të vendosin forca të huaja përgjatë kufirit pas nënshkrimit të marrëveshjes. Pavarësisht kësaj arritjeje, Azerbajxhani këmbgul se marrëveshja nuk mund të nënshkruhet derisa Armenia ta rishikojë kushtetutën dhe kuadrin e saj ligjor për ta hequr çdo referencë për pretendime territoriale mbi rajonet brenda Azerbajxhanit, duke ju referuar Nagorno-Karabakut. Ky rajon me një popullsi të madhe armene ishte nën kontrollin e autoriteteve etnike armene nga fillimi i viteve 90, pas një lufte shkatërruese midis dy fqinjve pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Megjithatë, pas një ofensive të shkurtër por intensive ushtarake të Azerbajxhanit në shtator të vitit 2023, udhëheqësia separatiste u dorëzua dhe rajoni, tani zyrtarisht i quajtur Karabak, u riu integrua në Azerbajxhan.